Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Do ndaloj tani tek një dyshe, tek një çift që vitin e kaluar na kanë marrur zemrat në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Do flasim për Lelën edhe për Leon, një çift që u bë shumë viral në rrjetet sociale për një mundësi për ndarjen e tyre, do me thënë për flitej që ato janë ndarë, për flitej që ato të dy më nuk janë bashkë, do me thënë Lela doli në kanape dhe e pranoi deri diku, por ishte një mënyrë e pranimit shumë interesante. Por kjo gjë nuk e bindi Leon. Lela tha që Leo është një djalë shumë i mirë, kam kaluar një periudhë shumë të bukur, është një djalë shumë i edukuar, etj, por do me thënë ajo nuk është se e la të nënkuptueshme që Leon për shembull ta binte me ato që thonte. Pas lajmit që u publikua që janë të ndarë nga ana e Lelës, Leo ka reaguar. Leo ka publikuar së fundi një video të vjetër nga koha kur ai dhe Lela ishin banor në Big Brother VIP Kosova, duke rikthyer një moment të njohur për fansat e çiftit. Nga ana tjetër, dihet se Leo dhe Lela i kanë dhënë fund lidhjes së tyre muaj më parë, duke mbyllur publikisht romancën. Por publikimi i kësaj video ka ndezur debat në rrjetet sociale. Shumë djegës e shohin si një sinjal të mundshëm se dyshja mund të jenë duke u afruar sërish, ndërsa të tjerë dyshojnë se gjithçka është vetëm lëvizje për vëmendje. A është ky hapi Leos shenjë pajtimi apo thjesht një strategji mediatike? Për momentin mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë mes tyre. Tani, kur themi se çfarë do të ndodhë mes tyre, unë e them që kjo është një strategji marketingu dhe mirë e bëjnë sepse Leo solli dhe këngën, Lela reagoi për këngën, do me thënë po i ndihmon Leos që të futet në treg dhe kjo e tëra është strategji marketingu. Unë nuk e besoj në asnjë mënyrë që Lela dhe Leo janë të ndarë.